Tani, çfarë tjetër kemi në proces? Ju thoni janë 3. Janë 3 fenomene, 3 kazuse. Domethënë këto janë kazuse për juristët mund i marrin për të mbrojtur doktoraturën. Me kë e nisët ju? Cili është kazusi i parë? Ky është i pari. Kjo. Në këtë pikë kemi kazusin e parë. Midis saj dhe kësaj të AZBR-s dhe të 3 janë të 2020. Po. Të 3 janë. Më ka qenë Mase ishte momenti për të bërë 3 kazuse në 3 fusha ndryshme. Ishte koha e pandemisë, ne na duke sikur s'do shpëtonim gjallë, sikur jeta ishte një mrekulli dhe duhej ruajtur me çdo kusht, edhe për fat shumë njerëz. Ne inxhinierët e kishim kollaj kohën e pandemisë, se punonim, kishim kohë të lirë për të punuar. Kishim në zyrë dhe uleshim edhe punonim. Ju keni bërë dhe një punë dytë, që është kjo, një punë publike praktikisht, edhe punë e një aktivizimi shoqëror, nga ato që duan kohë, duan dieni se se ti mund të bëjsh shumë kusht letra në SPAK, po jo të gjitha i marrin, edhe pse SPAK-u merr goxha. Kjo është e dyta. Dyta ka qenë AZBR-ja, që kjo lidhet me pjesën jo profesionale, po pjesën... Ja, më fal, këtu kemi vënien e dieni që keni pasur për... Janë shumë shkresa që në vend të institucione. Deri ke institucioni i presidencës, në fund fare, kur pash që kontrolli i lartë i shtetit flinte gjumë. Pse s'bëri që kontrolli i lartë i shtetit? Po, vetëm shkresa. Unë i çoja argumente, ata bënin shkresa drejtuar. I çoja i KMT-s, shkoni bllokoni punime, sepse nuk kemi lejë ndërtimi, dhe në rast i parë i Inspektoratit Kombëtar i Territorit, kur konstatojnë që nuk ka lejë ndërtimi, bën bllokim e punim. Jo. Nuk punoj. 3 muaj më vonë doli leja ndërtimi. U punua pa lejë ndërtimi. Pa lejë ndërtimi. Edhe e provojnë vetëm me shkresë. E provojnë vetëm me shkresë, sepse kanë vënë në dispozicion datën kur është dhënë leja ndërtimi. Wow. Kjo është e para. Vim te 2 të tjerat. AZBR-ja. AZBR-ja ka të bëjë me pjesën jashtë profesionit. Unë jetoj, punoj nëpërmjet profesionit tim. Po kemi edhe ne pasionet tona dhe Zoti mos e lënë asnjë pa një pasion. Një ndër to është për mua është pemtaria. Dhe ka marrë një 23 hektar me qera për 99 bashkisë Kolonj, me qera, tokë shtetërore për të mbjell pemtore. Ti Erioni Sajt ja ke marrë? Nuk ka qenë Erioni. Se u bëra dhe unë si oficeri gjyqësor. Nuk ka qenë kryetari që e erdhi mbasi vdiqë Beni. Një harko 2 vjeçar e erdhi një kryetar tjetër që ishte ndër më të mirët, doktor në profesion. E ka marrë me qera pavarësisht ankesave të banorëve, i binda dhe bashkinë dhe banorët që duhet ta merren me qera. Nëse kisha ankesa dikush tjetër donte ta merrte atë me qera, se bashkia donte qera në fundi donte të ardhurat, le ta merrte, unë nuk e pengoja. Nuk e mori një, e mori. Dhe bëra një projekt që unë isha dhe projektues për të tjerët në AZBR, që bëja projektet për fermat e tyre, bëra për veten time. Për të ndërtuar një sistem zinxhir, pemtore, baktit, kush mbante bakti, tani mbarin ke pemtore, mua më linin pleun organik, ata të merrnin tarë të tjerë. Kush mbante blet, që ajo zonë ka shumë blet, të bënte pjalmimin e pemëve, mua të më linte pjalmimin vetëm merrte mjaltin. Një sistem zinxhir që ajo zonë ato duhet i ketë shumë masivisht. Bëra një dosje besoj të mirë, luftova gati 2 vjet me kjo ishte tamam kohën pandemie, dhe në kohën pandemie AZBR-ja më sjell një shkresë refuzuese me 15 pika. Që dhe më la 21 pika dhe më la 2 javë kohë. Në Shqipëri për të marrë një shkresë, një certifikat, një vërtetim, duhet 2-3 ditë të rëndësh. Domethënë që në momentin e parë ajo ishte frenuese. I plotsova 15 pika dhe një nga pikat që më bëri përshtypje dhe pash që ishte një pikë për të më penguar ishte doja një vërtetim nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit që unë nuk do të shkaktoja dëm mjedis. Pemtore do ndërtoja. Po jo, pemtore do ndërtoja, çfarë dëmi do shkaktohet kur mbjell pemë. Kjo ishte qeshin ata që ma dhanë, po ma dhanë edhe. Ta dhanë këtë? Ma dhanë këtë përgjigje. Unë detyrova të shkoj ta marr në Berat, sepse rajonin e Korçës e kapte Berati. Dhe brenda harkut kohë 2 javë e dorëzova dhe pash prap përgjigje refuzuese dhe pse u refuzua? Cila që? Nuk ke unë isha kontratë qeraje nga bashkia Kolonj, duhet një kontratë nën qeraje se ishim 2 persona që kishim marrë me qeraje, një kontratë nën qeraje nga personi i dytë. Por bashkia Kolonj nuk më lejonte ta jepja me nën qeraje. Po si? Po më prishte kontratën. Këta po t'ja u çoja dhe më refuzuan. Nuk ishte në përcaktuar në rregullore që
që kishte bërë Bashkimi Evropian, e kundërshtova... Sa kërkove ti? Çfarë fondi kërkove? Fondi ishte 220.000 euro. 220.000 euro, në zhvera, më thëmë pa. Më vonë kuptova që këto fondet gjitha digjeshin se duheshin mbi 1 milion euro që edhe bakshishit ishte shumë i... Nuk jepnin fonde të tilla, që ishin të vogla? Që ishin fonde të mesme. Jepnin për gjëra të vogla, 1 milion lekë për të patur numrin e madh të përfituesve. Po, dhe? Dhe fonde 1 milion euro e sipër për të... Sa kërkove 1 milion euro ti? Se dia pra mësova më vonë. Mësova më vonë. Mirë, mësova më vonë. E pash u lodha me këtë projekt, e lash mbas 3 muajsh për fat mirë u bën disa emisione të mira. Një kolegu juaj, mos e përmend emrin, bëri një emision histori suksesi. Edhe unë i shkruaj që thash ti rrofsh për emisionin që bën, na lot politika i dëgjojmë to, por nuk ka histori suksesi, sa atje duhet një bakshish 30 deri në 40%. A bëri një emision për AZBR-n? Bëri një emision histori suksesi për një stall lopësh në Fier, tjetër për tjetër. Po. Okay. Dhe aty filloi ndicja. Po, histori suksesi ajo. Po. Aty filloi ndicja, drejtuesi i emisionit dia çoi forward drejtoresh së AZBR-s. Ajo mbas 3 herë që unë kërkoja takim. Po pse ja çoi asaj? Për të thënë që ja që ka ankesa, nuk është se është kaq. E kuptoj. Po interesante. Mua më shërbeu, ajo të nesër më thiri në takim nga 3 aresht. Frida. Nga 3 aresht, të cilën unë kërkoja takimin dhe nuk më pranonte. Unë kërkoja 5 minuta takimin, nuk më pranonte, a u desha i emision që të vija në takime dhe të rria 2 orë gjysmë. 2 orë gjysmë. Për t'ja argumentuar me dosje me tavolin, thoshe, tani më vërteto të kundërtën, më vërteto përse ma ke refuzuar, ose në të kundër për mendimin tim do këtu ka korupcion. Nuk kishe këtim rapa. E kuptaj. I lash një fat, një javor. Pas të kërcënuar, praktikisht. Jo, së shkërcënim, më vërteto qa pike nuk kam plotësuar. Nuk është kërcënim. E kuptoj, po... Ajo për kundrazi më kanë të cënoj. Të kërcënoj? Qëfar të? E para më tha jam Dibrane. Dibrane? Po. Qa kërcënim është këj? Po tani... Më falë se se kam ide. Unë i vërtetova që edhe unë jam kufi me Dibrën, që jam nga Kolonja, që jemi... Qa të bëjnë Dibrane? Se di pra, kjo ishe një nga... Dhe e dyta është që kjo kishte drejtoresha AZBR-s, kishte ndryrë ambasada amerikane për të qenë kjo drejtoresha më... Kur të dalë jashtë, do i çoj mesazh ambasadën amerikane, do ta falenderoj për burimet njerëzore që na ndihmon, por të monitorojnë se po na nxjini jetë. Kjo është përgjigjja, domethënë mbas 2 orë gjysmë, se ç'a mund të diskutosh 2 orë gjysmë me një drejtues për një fond me një dosje me tavolinë të plotësuar komplet. Nuk mora një përgjigje mbas një kohe të caktuar, një javore që mbas kësaj bisedet i përsëri prisja që të merrje. Prisja një përgjigje arsyen, bazën ligjore përse më kishte refuzuar, sepse thoshte refuzuar pikës 2 të udhëzimit numër kaq të pikës 21, ti nuk të takon. Lexoja atë udhëzim, lexoja pikën, nuk isha unë nga pikë. Edhe doja bazën ligjore përse refuzoi projektin. Nuk e mora dhe ju drejtova pasaj me idenë që po e bëj atë punën time, Brukselit me 5 reshta në anglisht, ku i thash unë jam ky person, kam bërë këtë dosje, nuk e kam fituar për mendimin tim ka korupcion, në qoftë se ju nuk ndërhyni, ju jeni pjesë e këtij korupcioni. Wow. Po, në anglisht. Nuk ja thebe se këto bisedat jam nga Dibra ose kështu që ta, jo, sumorët me Olsira, vetëm me nga i moment është marrë vetë Brukselin në përmjet prokurorëve saj, kam bërë dhe një video call me prokuroren e Brukselit, dhe është marrë që doli marrë një shumë e konsiderueshme. Do të thënë ju na e bllokuat fonde? Jo. Për kush? Ai që vodhi lekët. Ai që vodhi lekët. Kush e vodhi lekët? Do ta shohim kur ta nxjerr SPAK-u. Është siç është në SPAK pra. Po, ka një shumë mbi 30 milionë euro të shpërdoruara nga këto fonde. Shikojmë kur do dalë SPAK-u me një përgjigje. Kjo e dyta. Kjo është e dyta dhe këtu ju keni kjo e dyta ishte për grabitjen e shtresës më të varfër të shoqërisë. E pra, si e keni, se nuk e kam këtu, si e keni... Nuk është. Se kam. Si e keni bërë denoncimin? Keni bërë denoncim? Kam bërë në Bruksel, ti thash për 5 reshtë. Jo, në SPAK. Nuk kam bërë kallëzim SPAK-un. SPAK-u mua më ka thirrur, pasaj më ka marrë deponime në bazë të kallëzimit, që se dosja ime kallëzimi ndodhe ndosje. E kuptoj. Nuk bëtë ju, ata e hapën vetë. E hapër Brukseli.